Lavdatat bekimet Allahut qofshin i Muhammedin alayhi salatu wassalam, bia i cili na mësoi si të besojmë në Allahun, na mësoi si të falemi, të agjerojmë, të kryejmë obligime të tjera, na mësoi të mirën, na mësoi të keqen, mi familjen e tij dhe shokët besnik që person të këtë dije me besnikëri dhe zell dhe sinqeritet, dhe mbi gjalla që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, pas sajnë e Allah në nuar falëroj me gjelisin e bashkësisë islame me uqen, në kryer me hoxhën Lerinin, pastaj kryermarin Ali Efendion dhe gjithë të tjere që ju sot i njohur këtu, dhe me prezent një juaj kemi pasuruar këtë nej, se onë të lusë Allah të barek vëtala që të jetë ndaj harit të bishme dhe të dalim, të falur dhe të pasuruar në shpërbime. Këni pasur rasin që, si kur që përmendja dhe kryemami ndërruar, që gjatë ditëve të kaluara të dëgjoni një gjërata nga më të lëshme për Ramazanin. Dhe kjo është, elhamdulillah, tashmë një traditë e vazhdueshme që bëhet në të gjitha trojet e vendeve tona, po edhe mbar botën, ku muslimanët me një dinamik pak më intenzive kanë një agjendë të ngjeshur të temave të caktuara që synojnë, na vendisojnë, na rikujtojnë, na përgatisin që ta presim Ramazanin sa më mirë. Pra gjithashtu e kuptojmë dhe po jetimi i bindur se gjendja në Ramazan, sjellja në Ramazan, aktiviteti në Ramazan nuk duhet të jetë si jashtë Ramazanit. Nga se sigurisht e kështu, të padyshim gjitha këto ligjërata do të shëtirë veç takime, po jo diçka specifike. Ne kërkojmë që të gjithë së bashku, të nderuar vëllezër dhe motra, që në Ramazan mos të kemi vetëm agjerim, por të kemi diçka shumë më tepër se kaq. Madje të agjerim mos të kemi vetëm braktisë të ushqimit të pjesë, por të kemi një agjerim shumë përtej asaj që është materiale. Edhe për të arritë këtë, ne flasim për Ramazan gjithmonë dhe synojmë që në fund fundit, e që mund të quajmë kështu që emëruesi i përbashkët i krejtë përpjekjeve është të dalin fitimtar. E kemi dëgjuar zakonisht të xhallarët, flasin para Ramazanit, gjatë Ramazanit, po edhe në fund të Ramazanit, natën e Bajramit, thonë xhallarët, inshallah këna fituar. Shpresoj fitimtar. E shohim që kjo shpreha fitimtar është emëruesi i përbashkët i të gjitha përpjekjeve tona. Andaj dua sot që para se marrë e koha ku ne lutemi inshallah fitimtar, të përgatitur me që kemi fitimtar. Në si të fitojmë Ramazan. Dhe çka nuk kupton të fitojmë në Ramazan. Nga si galjana dhe standardi që përcaktojmë të këtij fitimi mund të jetë ju i duhur. Dikush e konsideron agjerimin fitim. Nëse e agjerim Ramazan mos se prishim, a është fitim i kërkuar? Apo diçka për te kësaj? Kryesisht, rreth kësaj që përmenda, disa pikave të tjera do të më usillu inshallah, lexhimi jon son tek këtu së bashku me ju. Prandaj, si të fitojmë Ramazan, apo kështu fitojmë Ramazan, me pika të vijën. E para të nderuar që dua të përmendë është se kur flasim për fituarën, gjithmonë opsionale është edhe humbja. Se mos ishte opsionale humbja, fitura i s'kështë kuptim. Kur flasim për shëndetin, e mund të shmosh me qenë i smut. Se mos me qenë i mund të shmosh i smut, që me qenë i mund të shmosh i shmosh. Se që me pas kuptim, qashtu është edhe nata edhe dita, qashtu gjithë shka. Prandaj, kur flasim si të fitojnë në Ramazan, ne duhet të kemi parasysh të gjëra me rëndësi. E para, çka i bën të fitojmë, dhe e dyta, çka i bën të humbim. Çka humb një në Ramazan? A humb një obligim të pakryer apo të kryer po jo si duhet, me çka humb një Ramazan? Prandaj, çështja e parë që duhet realisht të bisedojmë me vetveten, të diskutojmë me vetveten është çka do të thonë mos me fitu. Çka do mos me fitu?
Për shembull të ndëllëzëm. Nëse një njeri është në situatë rrezikshme, po? Opcioni për me dalë nga kriza është i dashur, po i thoj, e çka nëse s'ja dalim, çka bëhet? I thuhet mos vetë bëhet. Po inshallah dalim. Këshillon po them, inshallah fitoj, se për me humb mos vetë bëhet se humbim. E ka shumë lajme që vinë nga shpallja për ata që e fitojnë edhe për ata që e humbin. Fakti që fitojnë është shumë e rëndësishme, të nderuar, e paraqet edhe ai takimi i madh i rëndësishëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin. Shkojnë të nderozë, na dëgjojmë shpesh herë këtë rast. Ka ardhur Xhibrili tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur Xhibrili te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu takime tashmë për neve janë bërë si të rëndëmta. Xhibrilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe që këta janë krijesat më të mëdha. Takimi i tyre është takimi më i rëndësishëm. S'ka takim më të madh. So njerëz të u taku filan miliarderi për filan kët. Lajm, top lajm. U takuan grupi 7 e 15 e 16 e lajm top lajm. Rëndësi, për shkak se nga takimet e tyre del diçka që ka të bëjë me këtë botën. Prandaj gjëri për këtë çka folën, çka duhet, çka morën vesh e kështu me radhë. Veçanërisht vende që janë krizë. Është më vende që janë krizë në luftë, kur vende e fuqishme mbledhen me marrë vendim, ka ai popullor që çka morën vesh apo nana ato çka as punon çka morën vio. Prandaj këta dy njerëz realisht sa janë taku për të mirën e njerëzimit. Asnjëherë s'ka Xhibrili në mësu të qka veç Muhamedi e sa, veç për ty e masë në të kur kesh, ja. Ka arë gjithmonë, Xhibrili ka arë të Muhamedi, sa në zëmë gjithmonë për të mirën e përgjithshme, për të mirën e krejt njerëzimit. Dhe krejt njerëzit duhet mi pas, veç të hapë për kur themi, u taku Muhamedi e sa me Xhibrili. Nga se kjo është takimi i gjigantëve, kjo është takimi më të mëdhejve, më të mëdhej s'ka, takimi më s'ka. Nuk ekziston, jo rruzën të kësor, po këtë që Allah ka kriju, nuk ekziston të takim më i madh se kur është taku Muhamedi sa me Xhibril. Po është takim me Allah, kjo është i pakrahasueshëm për më. Po në rrafshin e krijesave, kjo është takim më i madh. Në çdo sen që diskutuan në takim, gjithçka që ata kanë folur për ne është shumë e rëndësishme. Shumë domethënëse. Nga se ata që në taku, veç hajde vim se s'po kem çfarë me bëj. Ja, së taku ata kështu. Në shumë me thonë Xhibrili, që kesh të usim dhe ato këse hajtë që ti të ri pak me ti. Ja, s'ke kështu, kështu. Është i dërgjëgumi Allah direkt, shka të takëje Muhamedi, edhe dhuja këtë, shkash, është instancë e natë, instancë me natë e mundshme, e urdhrit edhe e takimit. Andaj temat e të janë temat tonë. Ato që ata flasë e që kështë muhabeti jonë. Madje ka arë në ditë veçantë, ka qenë pejgamberi duke hyrë në hutbë. I përgatit mi folë muslimave, aty ka Xhibrili. Dhe ja ka thënë një fjallë që ka bërë me temën tonë. Dhe ka përmend mundësinë se mundi me humbë keq në Ramazan. Edhe ka përmend, edhe humbin e të tonë. E i ka thonë, Rabbi me alë të umrihin, ndër i fa Ramadan, wa lam yuthanna. Dhe me thonë, që rëgjën me anëf, sa e një në hujtë të e thonë, e përthën në shëpitet të thonë. Sa është qash, zdi që ka i thish. Nga s'kemi shpreje për këtë. Në rëgjën me anëf në hunës, e i ra thuna për toke. Nga këshpej se kemë, me hodë një ra thuna për toke, e se kultojmë këta. Po Arab e kanë pas të ndërrua dhe zëndat ku, ma në qështjen të tyne të kënaris të ndëridhë shumë me pjesë të ftyrës. Ndaj kërë të dhëmë trafë të fyra në tokë, i bjenë dhe o s'ka ma poshtë, u përshmëfshë, dhe ma poshtë mo s'ka që ka bjenë. Kësë shprejë këse ka përdo. Ne kemë shprejë tona tjera, që i përdo për këtë qërqë. Por realisht ka të bëj me dështim të paparë. Ka të bëj me humbje të skrasot në asë të humbje. E kështu i ka thonë pejgamberi sot, Xhibrili. I ka thonë, që këtë që po flasë për te që këtë, nër të askom, kush aj, i cili e arrin në Ramazanin e si forën nukatet.
që to është edhe humbja, që to është dhe fitolja. Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu ta'ala anhu thot, kanë qenë dy shokë në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk janë da. Kanë qenë një niveli, shokë, një adhurim, kanë qenë gjajshëm. Në një nga betejat, njëri për shokëve ka ra shrenë, tjetëri ka mbejnë gjallë. Mas një viti, ka vdek edhe tjetëri. Thot Talha i pash dhëtë në ondër, para dyve gjenetit, une edhe ata. Edhe, ai që ka vdek i dyti, jo këmë betej, këj i dyti që ka vdek, po thirët me i në gjenet, pastaj po thirët i dyti me i në gjenet që ka rashit, e mu më thënë, ti hala ka vakt, se hala gjallë i, edhe më të gjume. Ka shumë të pejgamberi s.a.s. nuk njëra së për Allah, ata dy shokë, që kështu i pash në ndër dhe vete. Po që ti ishte, pse ai që s'ka vdek betej, ka mund hyrin në gjenet, para këti që ka vdek betej. Që këtë interesant. Tha pejgamberi s.a.s. e qëfar ka këtu në gjudit? Ka mund, a është ai i dyti që ka vdek, që ka agjeru Ramazan ma shumë se i pare? A është që është farë ma shumë se i pare, po? Këta? është normal. Ka thonë, vallahi, Talha, bejnehuma, kema bejnë sema i ullart. Mes atyre time ka dallim, sa mes qiellit dhe tokës. Për në Ramazan veç, dallimi. A dhe me të vëqohë në Ramazan, nuk është të thjeshtë, nuk është të thjeshtë, vëllat. Qështë shumë e madhë, qështë kaq e madhë, sa që nuk gjenë njeriu në fjallurën e ti, mirënjohje, falërim për Allahun te barek ve teala, për mundësi që me e kalu Ramazanin qërti. Andaj, në falemi, në qërojmë Ramazan, po, nuk mund me paramenu begatin e madhe që i pja, edhe një Ramazan ma tepër në fletorën të ndë. Edhe një Ramazan ma tepër në strajcën të ndë të punëve që ti je nisë me to për të Allahut te barek ve teala. Shumë e madhe, shumë e madhe. Andaj, mjafton që me kuptu që me sfitimit dhe humbjes nuk është një vi e humbë. Me sfitimit dhe humbjes nuk është një hajnë në shohë. Me sfitimit dhe humbjes nuk është kismet njëtë e kodë në matës. Nuk është kështu. O shumë ma seriozë, shumë me madhe. Që ko këta dytë në qëfar pozite, anë dalimi sa mes qiellit dhe tokës në drejtën xhenet. Përmendëm për shembull të që si nuk më të asajt me pa pejgamberin, as me luftu me pejgamberin, as sa mrapa mune me metna për një Ramazan. Shumë dhe me pasë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërruar, ka folur shumë për vlerat Ramazanit. Mjafton që këtë muaj Allahu xhalla xhelalu ka përzgjedhur që në të të zbresin gjithmonë librat e shejtë. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu se duke përmend ditë kur ka zbrit Taurati, Injili, Zaburi, pastaj ka thënë edhe në natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani. Hapën qejt, hapën xhenet, Mesia Allah te barek ve teala e madh. A dhe çka i bën në hub Ramazan? I bën gjithë faktor me pas hise shumë pak pasëheq. Disa dietarë të ndëruar kanë përmendur gradet e humbësve në Ramazan. E të e në shkollë. Dhe së Allah që nasi në stigam. Nuk po du me i në detajet e kësaj, përshka kësaj i kemi në gika tira me ndrijim, por kujdesuni mos ti në trit parat bilat, nga humbësit. Këta në humbësit kryesor. Të në rozën mësën. Humbësi më i madhë në Ramazan, shumë Allah asë në sili, kur? Humbësi më i madhë në Ramazan është pa i cili, në Ramazan i shtuhën gjinohat. Ma i keqë shkollë. Ka ma keqë se në Ramazan i shtuhën gjinohat? Ska ma keqë. E që shtuhën gjinohat? Për mes gjuhës, për mes zemrës, nuk ka veç. Mu të shtuhën gjinohat kuptim me menunit qëfar gjinohat. Ka njerës që shtuhet apetiti për ujimit në Ramazan, ma shumë se apetiti i agjerusit një fta. Në hëndër. Ka të këtë sirë, në të jari që Ramazan një në mëllë.
Mirën në musliman, mirë më gjalla, mirë më të të mirë. Allah në Ramazan një. A një qëfar mu i e, qëka e të botë? I shtu të apetit me bërë fjallë në Ramazan. Që e kjo po jam, kësha po dhane. Së të smedinëm se po jam. Një në altë me Ramazan, shuri punë të tua. E mos trasët për qështë të tjetër, smundive të zemrës, të shifatsis, të vetëpëqimit, të arrogancës, të mendimit keq, e shumë punë që nderit me qështë të zemrës. Kjo është mundë si me nga. I cili në Ramazan hynë, dhe mon, me minus 1, e del me minus 5. Në zërë. Fundë që të Ramazan është e i cili, gjithashtu, një të është ma ndryshe. Se kjo ma posë që këtë tani në konë heqë me frukë musliman. E tani e i s'pat bëjnë, a fitej Ramazan, se a i hubë gjithë tani. E po flasë për muslimanit. Humbja e nivellit të të në rozën, njëri me hinë Ramazan, edhe mos një shtua dunimet. Në qaj intensitet, qaj e që ka Ramazan. Qaj shtohet, në gjirimi shtohet, obligimin e kryet, a i më gjehet që shtu. Pse? Për shkak se a i mos më shtohet gjunat, të një është dregja me ollë. Apo? Se mos me agjeru o gjuna, e tani është dregja me ollë. Nëse dikush e menon se kam agjeru, kam fitu, po thëmë jo, s'ke hub të në fund, po, që kjo është po, ama për që s'ke hub, s'u shme thotë. Dikush që në Ramazan aktivitetin kryesor të fitores në tje ka, të ndalitën me agjerime. E pëse fazë është më madhe me agjeru. Normal. Mirë po ka për të kësaj që dhivit me këtë agjerime. Gjërë të nëruar edhe një nivel tjetër i unë pjesër është që njeri me dalë të Ramazani, dhe më hanë, nuk ka ku pa shumë gjinoha. Ka shumë pa ka bërime, po s'ka një me dalë i falime. Që kjo është e që ka ku për te, pejgamberës me gjivit me aminet. Kër me dalë në fund, gjitha ato oferta nënsi për me ta falë Allah Gjellë në del, është krejtësisht në mod, dalim i madh nga ai që jënë ndryshë në Ramazan. Në nga i të ndëru, qëka të më thonë më unë për Ramazan? Dhe më thonë, kejtu që përmajnë është më tepër. Këto që ti të është, pejtash, me folë me vetën të onat, me i folë vetër së të vërshëm. Unë e duhet me fitu, pa tjetër, s'ka. E në mos me liu kohën me rallë me në këtu nivele, që i përmendin më të rëmë. Që gjithë me pas në vëmendje, që është të hunë të bjesë edhe fitonës. Që është tja ditë që në ndihmon me fillu Ramazan, është e ndëzidhur me vlerat e rëndësi porosin e Ramazanit. Që me të këta këtë rëzë? Na ta shëllham në kimi një gjërata, ta shka dhe libra, ku janë përmbledh argumentet, ku janë përmbledh udhëzime që flasin për vlerën në rëndësi e Ramazanit. Në rënjët e tillë, majën gjabë çdo ditë, te Ramazan. Në cilin e zanidet, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron me besim, e bindje, e prit çfarë është problem, Allahu ja fal mëkatet e kaluarit të vetes. Që në shfarë mundja, përsha, që shtot, anë e përmësaj praktikisht. Du më japë këthënja praktike që në fitu. Duke e një këntu vetën në vazhdimësi për rëndësin e muajt. Edhe që të Ramazanit, sa are gjatë ditës, dikun, mu është mua bi, mu lo, nëzire fletorën, nëzire telefonin, po jo me lujt me ta, jo me shkarnavit, jo me fletu atje ku në koha, po mjeri këtu vetës, pe i tash, zbret liber, shkruj, vlerët Ramazan me lezej. Qëka thëtë Allah për Ramazan? Qëka ka thënë djetar për Ramazan? Qëka thënë pejgamberi për Ramazan? S'po flasë une me prelet të ligjerat, që s'dijet me shtë lehujsh në nga e dane e muaj hitë bërë e kugashpe. S'po ka për këtë punë ty, që ka për shqipon këtë sada. Për vetën tonë. Vetën, unë e shtë lezëm. Unë jenë që të më
Tjena në mëjë shumë. Omeri ka pas unazë, e ka gravun të kefa bin mauti wa'idha. Mjafton deka pa kujtu se këshyt, kime di. A ka shumë dikon që e syve s'qilë dikon që kime deka, a ka shumë dikon. Edhe në shmute, a deka ta shmasë në tonë më bo. S'kem qef na, s'do me ta përmen dekën kër dhe me flejt. Se të ishën qunë. A në hajtë kër qosh, a bërë. Si qosh, e të sajdes e dërtin të vlasën problem, në mirëm. Ani, ata vëna kur thamë bukë, të taj, bukë në tonë. Në zgjujmë vend, ku me hotë, ati që kime dekë, ku me da gjitë, atë dake, me të kundu që kime dekë. Jo për panik, jo për flikë, për vetësim e për ndellje, për angazhim dhe ambicja, ja se deka është motori besimtarit, e leviz, kër dush ati që kime dekë, do dhe saj qumë pra. Në betejën e hudë e diri, kër u përhap lame që ka dekë pejgamber, nuk e dekë te ona, ka dekë pejgamber e sa sallëm, kër u përhap lame, davullëm, e shojtë të gata, u dekë pejgamberi, e ka letë për të edhe si për nëdhëm. Ta qëfar për përni që luft, të lasë ka për fund? Tha në dekë pejgamberi. Ani qëka tha që në dekë? Që në edhe për disni që të dekë ajë, jo me dajtë. Që ka e lidi dekën me qëka? Me punë angazhim e sulm. Jo gjënësit e zbrapë se ike, jo. Nësë do se për dekën për vajtu. Asë për me zhruji, jo. Asë për me të shruj. Ja, kjo është isë e shetanit. Në flasën për dekë për të vendesua, në që kime dekë. Thotanim një jadë e dini, e ka takua tjeri të ansarën që ka bo. E ka përmen një mosh, pas se përmen e se për në rogë dikën së qara, se së të përmen e ishë, sa me ti ka thonë. Po kërësur i ka thonë, gati e paske. Gati e paske. Si konë gati e paske, u shtonë mirë. Në të veç për me bo. Për shamë në vëzën, a din që të pënjive që kush përshë kohë ma gati me dekë se të të. Të për kush për a din, nuk e dim kush e ka ma gati. Toni nga gati. Ama me i thonë gati ki me dekë, ka da në bo. Dash ka da, dash shpej qyrë du që gati jetë. Se është ma afër se kja, ho. E i ka thonë gati ka me dekë. E që ka me bo? Që ka me bo? Që ka si ka thonë, Allah më zbab, nëse së dhe që së plebo kush, i ka thonë, ahsin fima të bëka, ju këfër në të fima më dha. Bënë mirë në të që umet, ta falë Allah në që ka kanua. Ta bënë maj mirë këtë që ka met, që në që ka kanua Allah me ta falë. Bënë dhe pra, avancau, ngritu, gjithë më mirë e më mirë. Kja është e që më dhe masë e i valqyrë. O këtë duke e rikutu vetën gjithë mërë. Me Ramazan, me Ramazan. I ka mirë i sa sene më radhështë të safat, i u thonë të besimtarve, salmu salatën më vëndi. Falënis mi kërse të në bazë i fundë ta. Allah me thonë, rastujme që me shpekë, nuk e, mirë kuptuve gjithmonë, po me për mirë thonë, qaj ka të këti ujë të i azu e në bu, që gjithë namaz, na u kanë shumë e këtë deka, se kuptujme këtë për në të. Rajtë në mëzëm, deka është këndelje, dhe kjo është shqyqilje. Ama të kjerë të konë shkullë që para në e sa të qikë telefonin, me shumë atu, atë që kemi dhe. Për në asër si kemë shkullë që shtu, garantaj. Mundë me qëtë telefon, edhe sa që fëtë. Edhe i kujtojnë vetën, me Ramazan, një vjerëm, që sa të qesh në Ramazan telefonin, shkuja të a ki mu pa kemi fitu. Sa të qesh? A, du ka bërë të më shirësit, për gajtë e këmë qëtë në hupë. Apo e këmë qirë dhe me hupë. Kujtojnë e vetës, ka të cilësh. Kryeni ambient që ka të cilësh, tjetë ambient përkutus, tjetë ambient vendisus, tjetë ambient që realisht nuk lem me dalë jashtë në binave të, asaj që ka dhe me fitorin të në Ramazan. Praktikisht, pravoje të me pa, shumë e sukses, shumë e sukses. Të ndërru në zërë, aje që divat me fitu në Ramazan është, fjallë Allahu, e jamen ma dudat, ditë nëmrume. Prandaj nuk matët Ramazani, për shamë, me këthi shamë, diqka, sot ma e të dleshme që është,
Apo, sa më e vlefshme. A matin një nësi matë se më të vogël e më të madhe. Vlera e diçkafit, ku të mu matë, a përcaktohet me njësi matë se më të madhe a njësi matë se më të vogël. Që me bani? Më të vogël. Që shumë të për shamë, që kjo e te që të qashije një 2 ton Ducati vlela. Apo, 2 ton Ducati vlela. Shmatë Ducati me tënë. Mëre, apo. Ama për shamë, kur do me blej në diçka që pesha sështë mu, do me thonë se, po ta një shkojmë 300 kila të rata. Ama qysh matë të arit? Me gram, se më tjera. Me muj, me qeki me matë. E fitur e jote në Ramazan të ka mu përcaktu mbi bazën e njësis matëse që ti me te e matë, kësë gjatin e Ramazanit të Ramazan. Nëse matë me minuta, do mënë shumë shtrejt bëhë hypë pazarë, me minutë. Nëse matë me orë, tani që shtu me rapë. Munohu që spaku, munohu me matë me ditë. Ju me 10. Spaku me ditë, po thëmë. Tani vitë nashëm, kur vina më dhali, inshallah, e themi kismet me minuta, apo? Inshallah kismet. Me ditë, që shtu njësa me ditë kismet. Me ditë. Shkoj dita parë, mos zve, te, gjumet, 28, që abojene, që shtu të vi. Ama i më thonë, 28 kismet. 28, ka vakt. Ja, s'ka vakt. Ai që ka vakt, si ka shajet e mira. Si ka shajet e mira. Si njëtë, si nëzansi i zelshëm edhe nëzansi dhe melë. Nëzansi i zelshëm, dhe një mu i projime të Allah, s'këna vakt. I zelshmi. Ai thot, hajtë Allah se ka vakt, një për para, 2 ditë, barat, kur shka pëdan, barat, kur shka pëdan. Kërë që të nërëzër, e jamin ma dudat. Aja që duhet me pas parasysh, kur bje fjallë për me fitu Ramazan, është edhe, merë një regull për qitash, edhe shkruje një si kërsa të të para qitash me i shujt. Thuj, asgjë para agendës e Ramazanit. Që shtu të këmbo edhe në këtë pikën. Agendë e Ramazanit. Ramazanit ka agendë? Farzet, nafilet, sadakaja, dhikri, është një agendë. Kush e para kësaj? Kush e para kësaj? Sare do një angazhim ka mundësi me e prish agendën në Ramazanit, këm gull mos me e prish, përveç për raste emergjente, të papritura, për një qëka tjetër, për mënohë me rujt agendën e Ramazanit. Cila është agendën e Ramazanit? Mas pari të ndërmu nëzër. Përveç agjerimit, ajo është agendë regullume. Në syfër e len, edhe një iftar e prish. Në të tërë agendë së mbojmë. Në që shë ki agendën e agjerimit, vallon e ndrekja nisi, as ndrekja së sama, nisë me imsak, ja përfundon me aksham, kjo është agendë e regullume. A ma është një agendë që si rrim gati, Ramazan. Mundësisht. A ma bënë agendë Ramazanit, namazin me gjemat. është agendë. Këti. Në që është do vakte që si rrim gati në Ramazan, rri gati Ramazan. A mune mi a qëllu cilit vak si rina gati shumë, na? E dim, që kejtë po keshëm, se e dim, sabajt, sabajt është problem, sabajt në gjami, tani drejken, e kështë më napë. E veç qëndrisht namazën e drejkës të nërëzër në 10 ditën e fundit. Se vinë njërsh falin namaz natë, gjithë natën, na file më falë, namaz i natë është na file, më rëndësia shumë, ama na file. Tani edhe pak sabaj, syfer, falin sabaj, të e ma sabaj flajnë. Tani du të me që për i këndi që se i bune bashkë. Apo? Ja. Regulloj agendën e farzëve. Regati farzëve, tani na fileve. Regati farzëve, tani na fileve. Më rëndësi është farzi, pastaj e na filja. Ose për shumë dikush vjen në teravi, ama farzin e jatësis i ka i kaftër. Jo, Allah, jatësia më rëndësi, tani teravit, është normal. Asë është ma në teravi, pa falë farzin e jatësis. Përkërësui agenda Ramazan, agenda e lezimit Kuranit, agenda e dhikrit, përmendes Allah të azogjel, e tjera që kanë me agenda Ramazan. Mos leja, asgjë me i konkuru agendës Ramazan. Gjithë çka mund të bëhet edhe pas Ramazanit, nuk duhet me pas përparësi, ndaj asaj që duhet bëhet vetëm në Ramazan. Dallojnë ato. Kjo është, mundom një uzim praktik
që të ndihmon me fitu në Ramazan. Gjithashtu të ndërrozë që në ndihmon me fitu në Ramazan është edhe një çështje më rëndësi që ka të bëjë me bashkëpunimin familjar dhe shoqëror. Duhet për i tash me përgatit edhe familjen se në Ramazan do punë i lojmë anash. Për shembull, daljet, shëtitjet, blerjet, sa më pak. Agjendën e Ramazan mundësish me botë përbashkët me familjen. Të leximit të Kuranit, të angazhimeve, që minimu njëni tjetrit. Minimu njëni tjetrit. Bashkëpunimi familjar në fitim në Ramazan shumë i domosdoshëm. Shumë i domosdoshëm. Nëse s'kemi agjendë të përbashkët, është normal. Mundet, për shembull, një antar i familjes lexon Kur'an më shumë se tjetri. Dikush, kjo mrena agjendës le të bëhet gardh familjare. Pse jo? Për të mirë. Ama bashkëpunoni pe qitashti. Do sane, sa shpëqarsojmë. Çka duhet me kry? Jashtë agjendës tash po e kryjm ose e lojmë mas Bajramit apo. Përgatitë agjendën e Ramazan bashkë me familjen, me gruan tonë, me fëmijët e tu, me rrethin e ngushtë, edhe me shoqërinë, që me qenë realisht në bashkëpunim për muajin e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zgju gratë e tij natën, "Çonë më fal se kiameti është u bëm." I ka thënë natën para ka thonë, "Çonë se futihat el-lejla min radmi Ya'juj Ma'juj ka hadha." E ka bu pejgamberi ka thonë, "Çka që është hap brima e Ya'juj Ma'jujit." Ya'juj Ma'juj janë ai militi që s'lesan pa hungër, e pa shkatru për para vetes apo. Ata janë shenja e madhe e kiametit. Shikoj pejgamberi ka thonë u hap sa ata i kanë mbyll Dhulkarneni me një mur që i keni surën Kaf. E ata ditë për ditë qyrin me dal, ku i kam shel Allahu e din. Mirë po ata në mbyllën. Ata ditë për ditë e mundon me prish murin që u ka vë Dhulkarneni në atë vakt. Edhe qilet një vrim. Thë nesër që vrim ne e hapëm. Po s'thoni inshallah. Jo më shel Allahu e kthen çka që jem prap. Shkon hadithin e vërteta. Se kjo në këtë temë jon. Më rëndësishmë pejgamberi ka thonë u çelson të çunu. Parno e ka alarmu këtë familjen për ballë një rreziku që po vjen. E ka thonë wailu lil arab min sharrin qad iqtarab. Mirë për arab çka ashtu i ardh nga krizat, nga problemet, e fitnet e ditës gjykimit. E qysh qysh ka reagu pejgamberi ka shi këtij rreziku? Jo veç vet. Familjen çonë. Ma di ka unë, ej qidhu sawahib el hujurat, ato tjerë që në dhuma dhja, kejtë që një meren, kejtë në kom. Ndaj të nëzër, do të me qenë shtëpia në Ramazan, shtëpi e agjerimit, shtëpi e Ramazanit. Jo e rëndom të të. Edhe mirë është që më uvrejt një do aspekt ambienti i Ramazanit në shtëpia tona. Gjdo aspekt. Edhe në aspekt në organizimit brendshëm, bashkëpunimit, edhe musafirë për iftar, edhe daljeve, edhe ushqimit, edhe gjithë shka, me qenë në frymën e asaj që e pregadit besimtarin, e ndihmon gjithmonë me qenë i zërshë në muajin e Ramazan. Andaj bashkëpunim është me rëndësi, edhe bashkëpunim mes dy bashkëshortëve në adhurim, Allahu e don shumë. Ka në hadithi që Allahu xhallahu ala i lavdëron, i qeshet atyre që bashkëpunojnë për të ngritur më fal edhe me kry obligimin e Allahut mënduar. Shokët e pejgamberit ka për shembull atë këtë çështje. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, thot se unë e kam dhënë natën me familjen time pjesë. Kjo jashtë Ramazanit apo? Jashtë Ramazanit. Në shtëpinë e Ibn Mesudit gjithë dikush u fal. Nafile. Ti merr pjesën e parë, ti pjesën e dytë, ti pjesën që është që gjithmonë pas dikush i fal dhikr falet, shtëpi e dhikrit, shtëpi e gjallënisë. Andaj organizojmë familjen tonë. Veni fal bashkë taravit, lexojmë Kur'an, bëjmë dhikr, unë kam do punë, lexoj Kur'an, kur të kryejnë le të jetë shtëpi e ndërtuar e gjallëruar me adhurim. Ky bashkëpunim na ndihmon shumë pastaj matutje me e rindërtu dhe ristrukturu komplet strukturën familjare mbi bazën e adhurimit ndaj Allahut të mënduar, jo mbi bazën e çështjeve të tjera materiale apo që sot familja fatkeqësisht është e rrezikuar.
Të nërru nga ato që mund të përmeni këto nga pikat praktike. Është praktikisht, dhe më thonë, kujdesu nga plëkshtia në Ramazan. Nga se do njerëz e ke pa janisin ditën e parë, dytë, full xhamia tonë. Mas një javë, 3 safa, 4 safa, bin. Ku e një vëllap? Ku e shkaj, hala së kry, hala së kry. Hala ina në betejna, ku përshkani? Ndaj, ma e tiri në fund. Në luftën e Hendekur, kur ka ndodhe e tradhia e fisit Beni Kurejda, e se pejgamberi ka pas marrëveshje me fisin Beni Kurejda, që mos me bashkëpunu me armiqtë e pejgamberit sa. Dhe ata kanë keqpëruar situatën, edhe kanë bo marrëveshje me ta që me ju bashkangjit. E kanë prish marrëveshjen me pejgamberin alayhis salatu wasallam. Dhe kur ka përfundu betejë se u shpartallun aleancat e Kurajshve me fiset e arabe, pejgamberi është kthyer në Medinë dhe e ka hek parzmorën. I ka hek tirë luftës, ka në shpatën. I ka orë Gjibrili ka thonë, nëse kene hek hala, meleket ka thonë, na meleket, hala veshu një ma thonë. Se s'ka marë fund hala, jënë dhe të ratharë që këtu jenë meta, ata do të miratu ma thonë. Ku pe hekti, ka dalë, i metë ka hala punë. Dhe kur vjen, plështia thuj, ku pëdën, hala në luftje, ku përshkan, s'pështë me kumë, përmej me ku një luft, e manë, Allah, unë e kom vok në kafe, sash. Unë përshkan pi kafe. Shkan ti me pi kafe në halon luft jemi, Allah. S'munsh. Ose mjeku në operacion, për në bashkë situatën kritike, ka qelë pacientin, të shka fillu, qajnë e kom, pa pi qajnë, s'munsh, Allah. A përshkan, a du këtë absurde? A që është absurde njëri me lën armën e përpjekës në midis Ramazani, ku pa dane, Allah? Dush më shku të e shtu, se betia përshkan të ku shtu. Jo plëkshti, jo më lodhë. Do të angazhim, vazhdueshëm. Andaj Ramazan do me konë shtim, të në fund. Jo rënje. Jo kështu të. Kjo ritëm i gabuar, kjo ritëm i dështimit, ritëm i fiturës është, fillan, fuqishëm, edhe shkan, hala ma fuqishëm. Deri në 10 dishin kur mu, s'ka ma fuqishëm. Maksimumin e jabë 10 dishin e fundit, të. Ndaj, që kjo ritmi caktum, bën strategji, përpila, vizion dur në shfrytëzimin e duhur të Ramazanit në favor të fiturës. Po jo në gjithë rrugë me lanë. Luftoja plagështin. Luftoja plagështin me atë telefonin që tash nxjerrë edhe lexoje dekën, lexoje jetën, lexoje Ramazanin, jo lajmet. Sa më pak lajme Ramazan, s'ju vjen kurrë. Bani të bindë që për një muaj sen zbohet apo. Kur gjë suik diçka, ka pak me vit spish më, po sen suik. Një muaj ditë kur gjë as dërmbota, kur gjë zbota, e ke pa. Po. Nëse që tash e të lezu për luftën në Ukrainë, hiç që 3 vjet, atë ka ik diçka? Sen stik valla. Jënë të luftu, hala janë të luftu. Kur gjë s'ka më rruar. Apo? 3 vjet. A ka në zhvillim diçka që se pas në lezuën që të pavron. S'ka kur që. Mos e merrni shumë apo. Merrni me atë që duhet, me dhikr. Përmend Allah të azogjen. Kërkon ndihmën e Allahut vazhdimisht. Kërkon ndihmën e Allahut xhallahu çdo ditë, o Allah nimam. Mja dal, ngjallë zemrën time. Më jap ambicie, më jap vullnet. Lut Allahun xhallahu sinqerisht. Nga se të ndroza ti mbetije. Prandaj, çysh e kishë lut Allahun xhallahu nëse për shembull e ki një dashur edhe është në përim aftë. Qysh e kështu Allah me pështu që heftë. Nëse ki grunë, burrin, fëmijën, nanën, babën në përim, i vështirë aftë. S'din çka ka bëhet. S'ti informojnë mjek nuk do të 50 kemon që ty tash apretëm këto tash të kallzon edhe. Ai kallzon në fund. Jetu priçë 3 orë. Çka bën për të 3 orë? Ai atje rat, s'dihet përfundimi. A shkan dikon me pi kafe edhe jem zonë se është një kur të kryet vishë kallzon një audeka o gjallë. S'munsh me kon kështu. A munsh me kon? S'munsh me kon kështu. Nuk munsh me kon. Nga se situatat ka dominu. Ngjarrat ka dominu. S'ka lajm që të intereson, s'ka kur gjë. Apo
Edhe sa ma tepër shtohet koha, apo, ma tepër shtohet vëmendja, kahdera, kur po dhe që apë në kalzan, apo. Prandaj për një operim që më rëndësi, ma jetë ati të ka fundit është me caktim të Allah gjëlle u ala. Në i vëmë sebepet, po, aj des ose rëndan me qka? Funi fundit, apo. Funi fundit, o që kështot, dhe në musliman, me caktim të Allahut. Funi fundit, apo. Jeta ati, apo. E jeta jote, qyrë dush me këshyrë të apo nërë. Sahatin që përshkën Ramazani, e a falet, a së falet, a ngrita, a së ngrita, ke mon gjithmonë situatën tensionume. Pandaj gjatë të në Ramazan të rejë tensionum, se shkaj që ka bënëm, tensionimi gjatë Ramazanit, mobilizimi i vazhdueshëm i vetvetes, kërkimi i ndihmës nga Allahu në vazhdimsi, s'lën hapësirë për plagështia. Merr rregull. Nuk lën hapësirë për plagështia. S'lën hapësirë për plagështia. Ama nëse këto si majmë të ndërrua Allahu parasysh, nëse këto si majmë të aktivizume, son të kryet kjo aktivitet, Allah është problem, thonë që Allah që keni majtë, falmeret shumë, na i kem dhe punë neve shkum, shimin Bajram, kjo atëre i vjen që në sevap i sholla këna marra, ma jo në zdu kështu, jo vëllaj, nuk bën kështu, mere seriozisht, bën e këtë Ramazan ndryshe, si kur më parë, me qëto praktike, unë s'po të kallëzoj për shembull, kanë thonë dietarët për këtë për këtë ditë, s'po shpjegoj atë ditë. Po t'jaj pozitiv praktike qysh me fitu. Me shembull praktik nga jeta jote që ti din ç'është fituat. Ti din, ama në fusha tjera. E po mëso me fitu edhe në rrafshin e ahiretit. Gjithmonë më mirë e më mirë. Deli falën, deli shpërblym, deli edukum, deli vëdisum, deli përmirësum, deli gatshëm për betejat e ardhshme të jetës, deri në fund del. Çka më rëndësi? Ama një ritëm, një sen, jeni isëm nalë, bim, shkojmë, vjen dhe që fundit, namazin natës, Bajrami, krymë, opet, qka Allah? Ku është ndryshimi, ku është ngritja, ku është? Ai, fali vetës, afëm. Allah, kena nevojnë me folë me vedetën. Duhet me folë me vedetën. Me thonë, ka jeni isëm? Qka pëtën kështu? A, kuptani? Situato serioze. Të nërëzë, vëllaj është serioza. Nuk e punë në fitofshëm, mirë hoqë, inshallah, mos fitofshëm, jo, vëllaj, nuk është kjo hajri inshallah. Nuk është çështje serioze. Ramazani është shumë serioz. Prandaj e përmendëm me rastet të nërëzë, Ramazani nuk është musafir. Ne e thëmi se vjen në musafir, po që musafir e vëllaj. A ti që e vjen me ko musafir? Musafir i vjen, edhe ti i shërben. Musafir mësë me qitë bukë më hongëra i benzi për të më qumë, shku më hongër dikon tjetër. Do në është një varën nga shërbimit. Që kjo musafir? A që kjo musafiri? Musafir është ai i cili na i kena 3 soba, 4, ama veç me një e futim, që aty që të kime najtë. A i shë musafiri sobat e tjera? Ja nuk i shë. A i din musafiri së pari kinë kulet? A i din që shë ke fitu musafiri parat? Nuk i din. Se ansë din aja. Ramazan nuk o kështu. Ramazan të me di sa sopa e kije, qyshane, qapine, kufitane, a du të me dit. Që? Me të jekë të shijet atër. Dush me kalzu. Andaj Ramazani po vjen për ty që ti me marë për ti, jo e për ti. Më që nejna musafet Ramazanit, jo e joni atër. Na përshkëm të aj, edhe ajo është një sofër e begat e madhe, ti ta shkën me listë. Qa ki me marë për ti në atër? Qa po ta me marë për ti në atër? A ki list të Ramazan që kemi marrë? Valla kër janë angazhu me qëtë lista, a për marrë, as për marrë, së bjen men plëksia, as lodhja, jo me qëfarëm, së bjen men, se ti ki agjen, ti ki kërkesa ndaj ti, a i përshkan, që kemi marrë? Pra ne përshamë të ndërëzër në kohë pandemisë, që në kohë pandemia, e patën pandeminë, njëre, dhe ma unë keni lajmë që s'ka me pas milë. Dil njës prit në rëndë madhë me marë milë. E ata që kurë s'kan gatu, apo bleshin milë. Gjithë bu kam blema, me bëm bleshin milë. Edhe kërë bëj ke rani gatë,
Po, rani gotë kërë bëhet. Ta shti për shemë i 675 në rana tjepë. Ku i kemë me tjepë? Gjdo 10 vitë kërshkujnë, ku e morën kejtë, për gëtë s'ko për mua. Apo ketë me dikit e mili. Gjdo ko që kalan të thush, po gëtë për mu s'ka, po gëtë për mu s'ka. Me dikit kejtë e mili. Sa ma ti për afrohet, rani, ti me marë, ma shumë shtuat frika, a ka me marë, a që shtët? Po qështu maje nivelin e tensionimit në Ramazan, që e lufton plëkshtin, të shku, a ka me konë dhojnë që e marë jetën, po jo të millit, po të faljes e shpërblimit. Po shkon koha, tonë e morën. Shko, Omeri ka do në treg. Ku shukon Omeri, radiallahu ta'ala anu. Ka do në treg, e mirë një qështë të thonë, o Zot, bënëm për rabbetu të pakt, jo të shumët. Omeri, që e të volë shtu? Do mësë më bënë ata që shumë, mësë më bënë Allah me shumicën, bënëm me pakicën. Këtë njërë lypë me shumicë, nuk me kalablakën, ja, këtë me pakicën. Që e të volë shtu? Ka më po bëj do. Qysh bënë do me kënë me pakicën? Ka thonë, po Allah, ka thonë, më kalirën min ibadi e shekur. Pak për rëbët mi falenderujnë, me qëta pak po du me konë. Omeri ka thonë, shikon Omeri ka thonë, tonë e morëm është këtë veç unë e meta gjahila. Para në për një ajet, qysh se ku morëm shumë këtë ajet? Omeri, përsa jeti ka ditë Omeri? Minimumin transmitimi ka ardhë, në 10 raste ka zbrit Kur'an me propozimin e Omerit të rrjalla në optën. E Allah e ka zbrit normal me dinë e ti, po e ka ndëlirë sebe për një zbrit me sugjerimin e Omerit. E kë, thët, që ta se mora vesh, që kjo e keqarja, që kjo që të monë gjithmonë aktiv, shkaj kjo dit, që ka bona, shkaj kjo. Andaj, luftoj e plëkstin, e luftoj të rinë fund, të ndozë, se Allah s'ka përfundu kur gjoptën, të rinë fund, reaktiv, moja armën, të rinë fund. E ka pyjtë Hasan el-Basriu, rahimullah, i ka thonë, e jenamu shëjtan, ka shëjtan e aflan më nërë, se në të rënu, shëjtan e shëjtan, aflan që kënë e herë, ka thonë Hasan el-Basriu, po të kish me flajt, ishë më rahatu, po s'flan kjo farmazveti kur, apo, kjo ke po dhe në gjumë të vjen të aprish gjumë në mondat këshia, kur rras flan, e që e bjen kjo? Që gjithë beti dush me konë, gjithë në luft, ja të flajt dush me pas me veti, armën e dhikrit, që ta ke po kër flajna bujnë e dhikr, a jënë duat e gjumit kër me flajt, apo, e po duat e gjumit e pjesë e betejes, ta prish gjumin në ndra e keqe, qka ka më peke me sonë? Pështu 3 herë, thuja udhu billah, pjesë e betejes, si që është për gjumit, bismillah, pjesë e betejes, ta në kohë në betej, teri në fund, s'ka munal, që shtu jetë dinamika është, te në fund, Andaj, kuptimet e kësaj natyre të ndihmojnë që, me lena o të mandum që, të lëfësor të rinë fund, Edhe, aja që duham me përmanë në fund, nga udhime praktike të ndozër, që të fitash në Ramazan, ka shumë udhime, derë, se kejtë ato e për me fitu. Gjdo hojë që qëtu ka armi u ka du ders, ka armi u ka du që me fitu. Kejtë, Allah ishë përblevë, t'i pranoft. Unë mundu mi përblevë pak, në udhime praktikisht, që ti bësh ka një. E të zbazar ditë për ditë në ditë e Ramazanit. Në janë një udhim praktik për këtë çështje është edhe dhikri. Dhikri përmendja Allahut të azogjenë. Të nëzër, kombinimi më i mirë i adhurimeve është dhikri edhe agjerimi. Dhikri edhe agjerimi. Edhe doja është pjesë e dhikrit. Përmendja se Allahut të vare këtare. Sikur që ka ditë të shmërime ku e ka përmend pejgamberi s.a.s. se agjerimi më i mirë është agjerimi i atij që e përmend Allahun te barekuta. E ka përmend pejgamberi s.a.s. se një nga treguesit e cilësisë së agjerimit ndërlidhet me sasinë e përmendjes së Allahut te barekuta. Çka i bën Allahu me përmend Ramazan? Që unë përmarë një hadith që e këni dëgju, që pejgamberi sa ose me ka unë një sahabis për kreti jetën, jo për Ramazan, për kreti e ka unë për 12 muj, a mu në me marrë veç për një muj veç, e për një muj. Ka unë një të pejgamberi, ka unë një Rasulullah,
Ka unë e duar Allah të më këshirë Allah. Ka unë me jep një mësim që askë pastejes kom në me pyta. I ka thonë pejgamberi në sot transmetime, i ka thonë la yezalu lisanu kiratban bi dhikrillah. Le të jetë gjuha jote në vazhdimsi e lagur duke përmend Allahun e mënduar. Do kur s'thot goja tu përmend gjithmonë. Kur. Thot Ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu se ka ndodhur që në ndaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do mbi 100 herë ja kom numëru gojën të thonë astaghfirullah. Nuk kur dikush do kemë vetë diçka, por në dhe sa vetë këtë gjë. Po no. Edhe kësë brastit të dëgjimit e ka plëcume me përmenë të Allah të barë të Allah. Anaj të nëzër, kjo është trajnim, normal, është praktik që do të me shtu, por bëhuni të bindu se një nga burimet elementarët të fuqizimit të zemrës në udhëtimin dhe të Allah të barë këtë Allah është përmendje e bardhush me Allah të azogjenë. E veçanërisht me disa formulimet veçanta që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ndihmojnë shumë në forcimin e besimtarit, stabilitetin e tij dhe këmbgulin që del sa më i fortë në fund atij edhe sa më fitimtar. Nga këtu është për shembull dhikri të thonë la haula wala quwata illa billah. Edhe në këtë la haula wala quwata illa billah. Sa më shumë Ramazan. Që edhe kjo ala pra sa më shumë Ramazan. Nëse la haule o la quwata illa billah i bjen o Zot, unë as moj, as di, apo veç ti që ka të mundësesh edhe veç me forcën tona. Sa ma te për në Allahun bështetesh, sa ma te për varësi dhe varfni në raport me Allahun, qash ma i fort bosh. Pra ndaj duhet më lidh me Allahun të bare këta. Sa ma të lidhën, dhikri. Ose ato që e keni tek lutjet e mëngjes dhe mbrëmjes. E keni? Libërth, fletush, gjeni, telefon aplikacionet të nëmë dhe më në buruja muslimonit. Ja haju, ja kajum, bi rahmetike esteghithu. Ka thonë djetarët, kush e lutë Allahun të barë këtale me emnin ja haju, ja kajum, nuk ka problem që nuk ka zidhja. Nga se kejt problemet e dunjas zidhë me që të dy emnat. Ja haju e i gjallë, kajum që gjithë shka, realisht rrinë kom me izën tonë. Gjithë shka është me Allahun, e Allah nuk është me askën. Allah nuk i duhet askush. Ate nuk e mon askush. Vetë rrinaj, vetë. Nëse kejtë rrinë me Allahun azogjen. Konfirmimi i vazhdueshëm, lagja e gjuhës dhe ngjallja e zemrës me këtë dhikr, ja e forcë. E ty dhvin forca në Ramazan. Dhvin angazhimi, dhvin vëmendja, dhvin fokusin në Ramazan. Andaj këtë fokus e majmë gjithmonë aktiv, të koncentruar dhe e mbajmë veten të organizuar në përputhje me agjendën e Ramazanit me përmendje dhe me dua. Me dua, lutë Allahun shumë lutë Allahun që ta është për Ramazanit. O Allah, më mundëson me prit Ramazanin, më mundëson me familjet tona, ashtu është e mirë me prit Ramazanin. Gjatë Ramazanit lutë Allahun na ndihmo me agjëru. Na ndihmo Allah me kalu që mas mirë. Lutë Allahun te barekuta. Shumë agjëru se boj njët me agjëru. Po nuk e lutin Allah më ndihmu më agjëruar. Nëse themi për Allah më ndihmo nesër me gjinuar. Mundëson me kalu që shumë mas mirë. Na ndihmo me dal fitimtar. Dhe tjetë dua e vazhdueshme jutja e pandalshme. Andaj në fund të kësaj ligjërate, elus Allah në manduar që Allah të na jap shëndet, na jap Allahu rahati, mirëqenie, siguri që në Ramazan mos kemi gale, telashe, probleme që na zhvendosin nga agjenda e Ramazanit. Allah na ndihmoft në këtë rrugtim që dalim faqebardh, fitimtar dhe na mundsoft Allah që duke bashkëpunuar me zveti gjithmonë të fitojmë, nga se vetëm bashkë ja dalim. Vetëm me bashkëpunim fitojmë. Të ndarë, e të përqarë edhe me qase individualiste, nuk ka fitim nga se s'ka mështirë të Allahut e s'ka përkrahje. Allah në ndihmoft në jetën e kësaj bote, na mundsoft që të kalojmë ashtu sikur është ai i kënaqur, dhe të dalim nga dunjaja faqebardh e Allahun të takojmë fitimtar, e ai i kënaqur me neve. Me kaq për këtë pjesë, na takoftë Allah të mira gjithmonë, shumë faleminderit së njëherë. Zoti ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.